طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri I Ibn Qayyimit, Zadul Ma'ad. Kemi arritur tek udhëzimi I pejgamberit në lidhje me fjetjen, domethënë jemi tek mjekësia e pejgamberit alayhis salatu wassalam, edhe kemi arritur tek siç tham tek udhëzimi I pejgamberit alayhis salatu wassalam në lidhje me fjetjen. Fjetja ka shumë rëndësi, gjumi ka shumë rëndësi. Nëse gjumin nuk e bëjmë të rehatshëm, trupi gjatë ditës nuk është rehat. Bile disa prej mjekëve thojnë një hormon I caktuar tajohet diku ka ora 1 apo 2 I natës, që nëse në atë kur nuk hien në gjumë, ai nuk tajohet. Ai hormon kur tajohet në atë kohë, ty t'jep gjatë ditës një lloj fuqie, energjie t'jep. Për atë arsye nëse na nuk flajmë ta natën, është problem gjatë ditës, ti mundesh me flajt mas sabahut. Mirë, por nuk e ki atë fuqinë, atë energjinë gjatë ditës nëse nuk flen natën. Po, mundesh me flajt pak para drekës, një 15-20 minutë një 15-20 minutë gjysore, kajlule që quhet. Kjo në aspekt keni vrejt edhe punëtor, për shembull, në mëngjes qohen, ja nisin me punu, pak para drekës, flen 15-20 minuta edhe kfillen. Dhe që është hiqet ajo lodhja. Keni vrejt në herë, kur I vjen gjumi për shembull të I grojt kerrit, veç pak me nal 15 minuta me flajt, kfillesh, me njerë. Pa ta pa një video, edhe tregoj ke çështu tregoj ke si video si eksperimentale kish bo, thëj ke përdor ke Red Bull, përdor ke e merr ke ujin, ftyrën e lajke, ku e diune, nuk ju hiq ke gjumi. Mënyra ma efektive e vetme është munal, kur vjen gjumi, së rrezik është subhanallah. Edhe 15 minuta me flejt, me nal, kërën me një vend caktuar, edhe 15 minuta flej, edhe këfjellësh. Edhe vazhdon pastaj rrugën. Se mush me bot doma, apo. Kush e lexon thot Ibn Qayyimi për kush lexon për udhëzimin e pejgamberit alayhis salatu wassalam në lidhje me çndrimin zgjuar afjetur, do ta shohët se gjumi I tij ishte më I miri dhe më I dobishmi për ummetin. Muhamedi alayhis salatu wassalam mas jacis ka flajt. Mas jacis ka flajt. Nëse ti flen mas jacis ose sunet, raste specifike e ka zgjat kur ka pas një delegacion, kur ka pas nevoja të ndryshme, betejë të ndryshme, plane të ndryshme për musliman, çka ka bo, normalisht e ka net edhe mas jacis. Po flasim në rregulla të përgjithshme, ai mas jacis ka flajt. Bile Sheh Albanin kur e kanë pyet, edhe realisht kur I ka thonë njëri që unë flaj mas jacis, unë e thot jam baba ish atynve. Unë mas jacis me njerë flaj. Dhe ti ku të flen mas jacis, ki ku edhe me fal namaz natës, edhe pas mëngjesit më konë ma I këfjelt, apo, gjatë ditës pak flen, një periudhë flen që shtam pak para drekës, edhe I ki punën krejt mirë. Para mënos si kur natë kishim punu prej 6 mas namazit sabah, deri në drek, kish mjaftu. A keni vrejt për shembull kur është puna me ndrimi I parë, që shkon që është I bereqetshëm subhanallah. Ndrimin e parë po flasim jo si privatnika që tash në 6 sati, 7 sati shkon në punë, 7 lën, domethënë të kthen në shtëpi, 12 orë të mos, po flasim suazat të rregullorës që duhet 8 orë, 6 orë, 7 orë, 8 orë me punu, prej 6 të mëngjesit deri në 1 me punu 7 orë, apo të mjafton. Të mjafton habibi. Ndërsa me punu ndrimin e dytë, krejt mrapsh dita të shkon. Se ti zate nuk qohesh mas sabahut, nuk rrish, kime flaj 10-11, edhe aty ki një 2 orë kur farpurët së në banë, shkon punë kur gjësë së në banë heq. Krejt dita të hupë. Kur punën prej mëngjesit, e ki ma bereqet. Apo, këtë sanet I ki ma bereqet. Thot, a I flinte në pjesën e partë natës dhe zgjoj në fillim të pjesës e fundit të saj. Dhe më dhëmë pjesën e tretë natës. Përdorte misfakun. Misfaku, vllazi, është prej syneteve që Muhamedi s.a.s. kur nuk e kalon. Bile dhe kur ka qenë smut, bile pejgamberi a.s. do të thot e ka përdor misfakun.
aq shumë i ka dhënë rëndësi misfakut. Se e dini vllazni, sidomos mëngjes, kur ngritemi, a keni vret çish vjen ira gojës? Apo bëhet një lloj shtrese e bardhë tek gjuha. Domethënë mlidhen krejt ato ernat prej lukthit tek gjuha. Andaj duhet me pastru edhe gjuhën, por njëkohësisht edhe dhomën me pastru, që mos me tardh era, apo. Thot, merrte abdeste, falte namazin, atë se ju bënte e mundur nga Allah subhanahu wa taala. Në këtë mënyrë trupi, organet dhe fuqia merrnin pjesë që u takonte nga gjumi. Domethënë, e merrnin atë fuqinë apo energjinë që u takonte që bjerë çdo çë. Allah shpërblet, mjafton. Pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk u bënte gjumë të tepërt, vllazni, nuk bënte gjumë të tepërt. Thot, por as nuk e privonte trupin nga gjumi, i domosdoshëm. Duke e bërë këtë mënyrë si më të përkryer në këtë aspekt, ai shtrihej mbi një hasër. Shikoni vllazni, veç krahason e vetveten. Nuk jemi pejgamber, nuk jemi të përzgjedhur të Allahut, pejgamberi i Allahut. Dhe çfarë? Shtrihej në një hasër të thurur me gjethe. Subhanallah. Hasër e shtruar me gjethe. Thot, mbështetej mbi një stëk, e ndonjëherë duart i vinte nën mjekër. Sa që Omeri radiallahu anhu i tha kur e pa që të gjendje, paramendo, flinte në këtë hasër edhe vijat në shpinë ju bëshin pejgamberit alayhis salam prej asaj që shtrije. Ndërsa na marrim sungjera apo çka janë këto dormeo apo këtë senet më të mira vetëm për me na zon gjumi dhe prapë sta gjumi. Këtë senet i kemi. Dhe Omer radiallahu anhu kur e pa subhanallahu Muhamedit alayhis salam këtë gjendje, edhe i tha, a kishte mundësi Muhamedi alayhis salam? Po, ma kishte mundësi në atë aspektin, veç i kishte thonë sahabe, mbleni, bëna këta, diçka nikni, kishte mundësi. Omeri i tha, ja Resulallah, ti pejgamber beje, që rëbre ata kafirët dhe me thonë çfarë jetë e jënë të u bo? Pejgamberi sa më skuq në ftyrë, u nervozu, tha Omer, na kemi botën tjetër inshallah taala. Mos t'i japim rëndësi kësaj bote. A ishte pejgamber. Zuhtin që e kishte pejgamberi alayhis salam, asketizmin kur na sun e bëjmë. Edhe nuk po themi që kur ki parë mos mi ble këto sene. Jo, janë disa gjëra që mos mi tepru, që shkon në hadith e pejgamberit alayhis salam, për shembull që mos mi tepru në për mure. Sa vallahi subhanallahu bën njeriu shpinë me gëlqire, edhe njëherë çaq parë jep kur ta zbukuron kur ti zbukuron muret. Çaq shumë se ka ti para, o të është para ti lu. E këto gjëra janë ndalume. Domethënë nuk lejohen me i tepru në zbukurime, sepse janë dom apo shpërdorimi i pasurisë, apo. Pastaj thot tashmë do të flasim më gjerë për mënyrat më të mira dhe ato të këqija të fjeturit. Gjumi është një gjendje kur nxehtësia instinktive e trupit bëhet jo aktive. E kështu trupi gjen qetësi. Ka dy lloje gjumin, normal edhe jo normal. Gjumi normal nënkupton prehjen e energjive të brendshme dhe të ndjeshmërisë, kur këto energji janë gjendje prehje, trupi ndalet nga veprimtaria e tij e zakonshme. Është edhe një çështje tjetër, vllazni, që mjekët e trajtojnë, thot ju e dini që mëlçia është laboratori i organizmit. Mëlçia është laboratori i organizmit. Kret helmet, kret gjërat që janë në organizëm, që kjo mëlçi i pastron, i filtron, edhe në mëngjes ti kur qohesh, kur del nevojë, kret dalin helmet nëpërmjet nevojës. A e keni vret kur të ngriteni kur zgjonin mëngjes, delni për një herë në nevojë, sepse ka punu mëlçia gjatë natës. Nëse ti rrin çut gjatë natës, tërkohën, deri në mëngjes, nuk i le hapësirë trupit apo mëlçisë me punu. Sepse trupi është i zonën me diçka tjera dhe nuk i le hapësirë me punu mëlçisë. Për atë arsye duhet me flajt apo në anën e djathtë dhe me lënë hapësirë me punu mëlçia që gjithë ato helme që i kin trup me të pastru dhe me dal nëpërmjet urinimit. Gjendja jo normale, thot ose e rënd e gjumit, ndodh për shkak të ndonjë aksidenti ose ndonjë smundje. Në këtë rast lagështia tepërt mbisëndon trurin, duke bërë që njeriu të zgjohet me vështirësi prej gjumit. Gjithashtu mund të ndodhë që edhe sasia tepërt e ovujve të ngjitet lart në tru, siç janë gjendjet pas ngrënjes ose pirjes së tepërt, kur truri ka nevojë të shlodhet, prandaj njeriu e zë gjumi.
Edhe një gjë mjekët e kanë trajtuar dhe kanë thonë që diku 3 orë mos me hongër, diku 3 orë duhet me qenë ajo distanca kur ti don me fjet me hongër. Më thonë han pas 3 orë me flajt. Ka pas raste në ku më hongër për shkak për një herë ku më flajt, a disa rond habiba. A disa rond që është mëngjes me kiselin, me thartin trupit. Se sumbi hekim të termet e shkive, kiselin o shkinisht, dikush po më thotë më stuj shkije, po thuj sërb, shkije janë ata. Edhe është term fetar shkije, shka. Edhe dhe më thonë del thartina, subhanallah. Ta jot thartina prej lukthit. Han buk, me njerë flen, tamam ti flen, ajo ndikon kur që është mëngjes, veç e ki thartinën në dhe më thonë në goj. Ka 2 dobi prej gjumit, shqisat bien në prehje, pasi ato i ka kapur lodhja. Shqisat çlodhen pas veprimtarive të mundimshme të kohës, ku njeri është i zgjuar. Normalisht, një prej shqisave është dëgjimi, shqisat e shikimit, apo ti këto i ki, në gjumë i ki, i mshel syt, nuk dëgjon kur gjo, ja lën një hapësirë dhe këtynve shqisave me qenë, dhe më thonë, mu çlodh me një aspekt që janë lodh gjatë tërë ditës. Paramenoni vëllazni, për shembull 6-7 orë ti flan, diku afër 18 orë çto shqisa i ki në funksion. Tan koni me sy. Tan kona, kanë nevojë këto sy në herë më mshël. Kanë nevojë më mshël. Kanë nevojë dhe më thonë mu çlodh prej lodhjes së tepër që e bën gjatë ditës. Dobia e dytë është tretja e ushqimit dhe përpunimi i përzierjeve, gjendjeve ose temperamenteve të ndryshme. Mënyra më e mirë e fjetës është kur njeriu shtrihet në krahun e djathtë. Në hadith ka ardhur dorën shuplakën me qite e djathtë, kështu te faqja e djathtë. Edhe me fjetë. Domethënë mu kthy nënën e djathtë. Pozicion ky në të cilën ushqimi qëndron lirshëm në stomak. Ma çfarë do të thonë? Kur ti thu bismillah, atër e lën hapësirë stomakun, çka e lën hapësirë stomakun për me u tret më mirë, me pas një lloj hapësire apo lirimi. Pastaj thot, pasi që siç e kemi thënë, stomaku ndodhet disi në të majtën e barkut. Megjithatë është e nevojshme që të shtrihesh edhe pak nga ana e majtë. Çtash ja nisëm. Selam aleikum. Çtash sa ja nisëm. Domethënë, edhe një çfarë tham? Kur ti nënën e djathtë je kështu vendos dorën nënën e djathtë për të fjetur, bismillah, e ki disi nënën e majtë e ki lukthin. Dhe e lën një lloj hapësire si lloj gjërë kështu që me punu lukthin ma lirshëm. Paramendo tash ti kur të han buk apo lukthin kur e ki të mbushur, edhe me flet për mys. Nuk ratosh. Nuk ratosh. Ani sidomos me pas barkin pak më të madh. Mos vet halle apo. Pastaj thot, është e nevojshme që të shtrihesh edhe pak nga ana e majt gjatë lëvizjeve, me qëllim që të bëhet një tretje më e shpejtë, pasi stomaku mbështetet mbi mëlçin. Pas kësaj duhet të kthehesh sërish nga e djatha. Vllazni, kjo është para 100 vjetëve ky libër, nga Ibn Qayyimi. Pi trajton disa mesele apo të shkencës mjekësore që ky nuk ka qenë doktor. Ju ka qenë dietar i Islamit, Ibn Qayyimi. Qatë gjë bukur i trajton që të çuditeni. Më thonë librin që jemi duke e shpjegu, ata që prej fillimit e kanë dëgju, më thonë të pa imagjinueshme i trajton disa mesele, subhanallah. Që ka pos dituri. Më thonë edhe për mjekësin. Pastaj thot, po ashtu gjumi nga majta dëmton thot zemrën. Nëse flen në të majt, se zemra ka majta ngrin, apo ti po jep presion zemrës, ndërsa nëse flen nga e djathta, zemra shtrihet dhe punon më mirë, apo dhe punon më mirë. Thot, pasi organet e trupit në atë pozicion e shtypin atë me të gjithë peshën e tyre. Kret bin ka zemra. Kret bin ka zemra. Ndër format më të këqija të fjeturit është ajo në shpinë, kështu mushtri, në shpinë. Ndonse të pushosh duke u shtrirë kështu, pa fjetur nuk është e dëmshme. Nëse s'flen, veç pak shtrihesh kështu, s'ka problem, u çlodh. Ama me flejt kështu direkt nuk bën. Bile ka raste që kështu edhe gjinët femna vin edhe mundet me ejakulu gjatë gjumit. Nëse je çështot, e ka më të lejtë shejtani femën me ardhe ti me ejakulu. Apo dini çfarë do të thonë ejakulim? Me dal sperma. Do të thonë nëndër me ejakulu, mu fliq. Nëse qëndroni çështo.
E sidomos tek beqarët, apo. Ndërsa mënyra më e keqe të fjeturit është përmbys. Përmbys është më e keqja. Se ka në hadith pejgamberit a.s. përmbys me flajt. Ahmeti dhe Ibn Majah sjellën rrëfimin e Ebu Umames se pejgamberi s.a.s. kaloi pranë një njeriu, për një burri që po flinte në xhami. Edhe thot, i cili ishte i shtrirë përmbys, ai e preku atë me këmbën e tij, duke thënë griu sepse kjo është fjetje e xhenemit. Se xhenemlit kanë më kon borkas. Por atë arsye i tha, mos u shembëlle sikur xhenemlit dhe e ngriti. Në librin e tij Hipokrati thot, nëse një i sëmur fle përmbys, këtu e mësojmë edhe një dopi. Ibn Kaimi, edhe pse besimtar, dietar i madh, ndonjëherë po i potencon, po i sjell fjalët e kufarëve, apo fjalët e kafirave. Hipokrati nuk ka qenë musliman. Mirë, po e potencon. Që në disa aspekte që nuk kanë të bëjnë me fen mënyrë direkte, lejohet na me marrë pi kufarëve, apo shkencën për shembull. A ka të keqe? Ka të keqe. Për shembull në Kosovë që nuk kemi të azom, aleikum salatu wa barakatuh, nuk kemi të azom një mjek apo një shkencëtar përpara ku kanë shku shqiptar tonë me studiu, kanë shku në Zagreb, në Sloveni, në Beograd apo, dhe sot i ki mjek të famshëm apo. Dhe nuk ka të keqe. Një i ta gjohë dhe në vendet perëndimore me shku, me marr dijen, me thith dijen dhe pastaj çfarë me bo ma dije, me përhap tek vendi yt. E jo me marr dijen atje me shku, e me shku pastaj me përhap atje dijen. Jo, shku atje po ktheu. Bash dje me një vëlla, me një doktor, një vëlla i jone, pi thom, po shkon në Gjermani, po shkon atje, po shkon kënej, habibi shko, merr dije veç këtu hajde. Mos jeto atje. Atje mos jeto. Më thon dijen merr atje. Merr të mirat e shkencës. Ama çtu ti na vysh neve çto. Neve ti na vysh çto. Ata kanë, vet i kanë. Na si kemi tont. Pastaj thot, çka thot Hipokrati, nëse një i sëmur fle përmbys, ndërkohë që nuk e ka patur këtë shprehje të tij kur ka qenë i shëndetshëm, atëherë ajo se tregon që ka të meta mendore. Hipokrati po thot to. S'po thot Ibn Kaimi. Thot ose që ka dhembje stomaku për me nal dhimbtën, apo. Thot, ata të cilët shpjegojnë librin e Hipokratit thonë se ai ka dashur të tregoj se kush fle përmbys, zakon mjaft i keq ky, nuk ka ndonjë justifikim të drejtë për këtë veprim. E sheh jo të arsyeshme Hipokrati. Gjumi gjatë ditës është i keq për shëndetin dhe shkakton smundje të lagështisë, zverdhje të smurit, të shpretkës, dobëson nervat, sjellin dembelizëm me mungesë vullneti, përveç gjatë stinës së verës rreth mesditës. Qysh është kajlulja, apo? Normalisht është deri në 8:30-9 është dita prej 4-ve, normalisht që në mes dikon me gjetë një kohë caktuar me flet, nuk ka asnjë gjë të keqe. Gjumi më i keq është ai orëve të para të ditës. Më thon mas sabaut me flet. Sidomos mas sabaut pritet risku. Po flejte mas namazit sabaut, që atë shkipët risku. E ty me të gjithë, gjatë shpërndarjes riskut në gjumë. E pse s'po vjen risku? Po s'të vjen risku, se ti po flen çat ku. Riçut subhanallah. Se ki punën për mas sabaut me punu, apo atëherë lexo diçka, bën dhikr, bën dua tek Allahu subhanahu wa taala, edhe nëse i bëjmë këto Allahu subhanahu wa taala ta shton edhe më shumë, pasunin domethën në këtë kohë. Thot, po ashtu thot edhe ai pasditës, mes ikindisë dhe akşamit është i dëmshëm për trupin. Mas ikindis deri në akşam është i dëmshëm. Cili është i miri? Pak para drekës. Tham, pak para drekës, 15 minuta, 20 gjysore me flet, tek fjalë. Pastaj thot njëherë Ibn Abasi kur e pa të birin që flinte në mëngjes herët pas sabahut, i tha çou, pse flen? Atëherë kur është duke u shpërndar risku ti po të më flet? Risku që edhe për shpëndohet. Thot çu dhe mos flej mas namazit sabahut. E çatër mas shumë ditë xhaxhumi. A keni vrejt? Kur do me bo dhikër veç të mshilën sit. S'le shejtani. Apo kupton? Nuk le. Kanë thënë se gjumi i ditës është 3 llojesh. I mirë dhe ky është gjumi rreth mesditës. I miri, më i miri është që është mesditë, që tham pak para drekës. I shkujdesur që është gjumi herët në mëngjes pas sabahut, i cili e pengon njeriu nga të mirat e kësaj bote dhe të ahiretit. Pastaj thot gjumi i çmendurisë është ai mas ikindis. Bile disa kanë thonë, ka thonë mos ta akuzoj dikush, askë mos ta akuzoj,
për çmenduri, po ta akuzoj vetveten kush flan mas ikindis. Më thonë, aq është e keni vërejt, me bu me flet mas ikindis dyqysh je njeri si i lotshëm, si të përzihet edhe kryt përzihet. Apo kur flan gjatë drekës është ma e mirë. Gjumi i çmendurisë tan pas ikindis, kjo është arsyeja që disa njerëz nga të tanët thonë, kush ka fjetur pas ikindis dhe pastaj ka luajtur mendsh, të mos e fajsoj njëri tjetër për këtë vetë se vetveten. Çmendurisë ka thonë subhanallah. Nëse i ndodh çmenduria për shkak të fjetjes mas ikindis, le ta akuzoj veten e vet. Gjumi pas sabahut e pengon ordin e riskut, me kuptimin që në orët e para të mëngjesit krijesat dalin për të kërkuar riskun e tyre, kësaj të flesh në kohën kur ndalet risku do të humbi shansin për këtë risk, veç nëse gjumi është i domosdoshëm, apo raste specifike, apo mpirja ose plagështia në trup shkaktohet sidomos kur njeriu bie në xhom pa o liruar nga jashtëqitjet. Normalisht para se me fjet mirë është me dal edhe më u liru. Pa cekur disa hapa, pa kryer disa veprime fizike dhe pa futur diçka në stomak. Bukur. Edhe fjetja në diell shkakton smundje gjumësie. Domethënë para diellit me dal me flet nuk është mirë. Në diell mundesh me nejt 5 minuta 10 me marrat provitaminën, se dielli është si një lloj provitamine që kur të vinë ato rrezet shndrohen në trup në vitaminën D. Në trup kur hin rrezet e diellit për jashtit, lëkura e merr nëpërmjet porave apo e merr atë rreze dhe çajo rreze e diellit subhanallahu, çajo rreze e diellit bëhet vitamin D në trup. Shumica smundjeve vëllazni, edhe shumica që i kanë vret kanë probleme me vitaminën D. Vitamina D është shumë e rëndësi. Shumë e rëndësi. Je i lodhun. Alergjia, kushdo që ka alergji, ka probleme me alergji, vitaminën D e ka poshtë. Nuk je energjik, zë gjumi, ha? Mendime negative, po, dhe mendime negative, depresion, lodhje, gjitha janë prej vitaminës D. Andaj kontrolloni vitaminën D. Këqyrë në vitaminën D, ose nëse keni vitaminën D poshtë, atër me dalë spaku ka 10-15 minuta, dhe më thonë, ka 15-20 minuta, ka 10-15 minuta gjdo dit me të kap rrezet e diellit që me marrë qatë vitamin. Ka dhe tableta, ka dhe më thonë kësi tretësira, po mas mirti është mënyrë naturale. Mënyrë naturale është mas mirti me i marrë këto vitaminën D. Pastaj thot, çka thot, sidomos kur një pjesë e trupit ndodhet në diell dhe pjesa tjetër në hije. Pe dini që nuk lejohet një pjesë më kon hije, një pjesë më kon në diell. Kom me pas në hije, trupin me pas në diell nuk lejohet, ka ardhur në hadith pejgamberit alayhi salam. Po çka më bëhet në xhami? Ata nuk i çka bën, se duhet me prish safin. Sot në xhami aki pra hyn rrezet, edhe një pjesë është në diell, një pjesë është në hije. S'ki çka bën aty. Aty e mbulon, domethënë e bën krejt atë rishtin. Ebu Davudi sjell rrëfimin e Buhariut se pejgamberi sa ka thënë, nëse jeni duke qëndruar në hije dhe pastaj hija largohet, duke ju nxjerrë një pjesë të trupit në diell, ndërkohë që pjesa tjetër është ende në hije, atëherë largoni prej atij vendi. Largoni ose krejt në hije shkoni ose krejt në diell. Ibn Majah transmeton hadithin dhe Ebu Davudi thot se pejgamberi sa ndaloi qëndrimin ndërmjet diellit dhe hijes, kjo tregon se nuk lejohet të flesh duke qëndruar pjesërisht në diell dhe pjesërisht në hije. Po ashtu në dy sahihet është rrëfimi i Bara ibn Azib se pejgamberi sa ka thënë, gjithmonë para se të bini për të fjetur merrni abdest ashtu siç merrni për namaz. Sepse gjatë natës ki sulme të gjenve, apo sulmosh. Edhe nëse ti merr abdest, nëse ti i bën duat, suret apo Amen ar-Rasulu, Ajetul Kursin, i bën atë duot, e dini kul hu Allahin, felekin edhe nasin, nëse e prekit trupin, je i brojtëm deri në sabah, Allah zë gjellë ta dërgon një melaçe. Trin roje deri në sabah. Në kundërtë, nëse nuk i bën, nuk del edhe gjumi për sabah. Më thonë është problematike kjo gjë. Pastaj thot, shtriuni në krahun tuaj të djathtë dhe thoni, o Allah, unë ta dorëzoj veten time, ty të besoj, ty të gjitha çështjet e mia dhe mbështeten tek ti, e kështu me radhë më hadithi i gjatë. Ndërsa Buhariu sjell rrëfimin e Aishës se pejgamberi sa pasi falte 2 rekate sunet sabahut shtrihej nga krahu i djathtë. Një prej suneteve që e ka praktikuar Muhamedi sa e ka fal sunetin e sabahut, pastaj ka flejt, pastaj u shqu edhe ka fal 2 rekate farzin.
Ku e ka falë sunetin? Në shtëpi. Në hadithe thuhet sa që ka kratë Muhamedi alayhis salam. Dhe kur është që nuk ka marrë abdes. Nuk ka marrë abdes. Qëtu e vrejmë që gjumi si gjumë nuk e prish abdestin. Por se na nuk dim gjatë gjumit që kemi bo. Po Muhamedi alayhis salam ka qenë mbrojtëm. A është diçka tjetër. Na kur tim në gjumë, nëse kratim hi në gjumë, na nuk e marrim këtë hadith me thonë pejgamberi sa ka bo kështu, edhe na të bëjmë jo, sepse ai ka qenë mbrojtëm. Edhe tu kon non, edhe tu kon në gjumë, ndërsa na jemi ndryshe. Ku e dim na, ndoshta ka dalë në gaz nëse në gjatë fjetjes. Nuk e dim. Por atë arsye duhet më çuo dhe më marr abdes. Kotja nuk e prish, kotja jo, nëse kotesh to. Po në xhumo që shkotesh, që gjatë kotjes në xhumo duhet me ndru vendin sepse të kanë bizotru, thot pejgamberi alayhis salam, shejtani. Bukur. Është thënë se urtësia fjetës në krahun e djathtë është se në këtë pozicion nuk bëhet gjumë i tepërt. Qëre një urtësi që ka cek Ibn Qayyimi, nëse ti në djathtën rrin çështot, gjumë të tepërt nuk bën. Si shumë rahat. Nëse bjen me bark, a ki po qysh rahatosh dhe qysh. Flan edhe mos qosheq. E çështja është që ti shumë mos me flajt me një aspekt. Me flajt ma pak. Edhe me punu ma shumë në atë kontekstin punët në përgjithësi kështu, qoftë dynjos, qoftë fetare. Pastaj thot, kur janë në gjumë, njerëzit kanë nevojë të mbrohen nga çdo lloj e keqe ose rreziku dhe me që Allah është ai që mund t'u plotësoj këtë nevojë pejgamberi sa na mësoi të lutemi atij duke shpresuar mbështetjen tonë tek ai frigën ndaj tij, besimin e plot, mëshirën për kujdesen e tij dhe domethënë pasi kështu nëse njeriu i merret shpirti gjatë asaj nate, ai ka për të futur në xhennet. Nëse i bën duat, apo për të cilat na kanë marrë hadithet pejgamberit alayhis salam, atëherë futet në xhennet. Zemra karakterizohet me dy lloje të forcash, kërkuese e cila është në fakt ambicie e shpresa dhe forcat larguese nga çdo gjë e keqe në dynjë. Kështu pejgamberi sa i përmendi bashkë këto dy forca duke thënë, duke patur njëkohësisht shpresë dhe frikë prej teje, kështu veç Allahu mund ta mbroj robën e tij dhe ta shpëtoj nga ndëshkimi dhe thot Allahu subhanahu nëse Allah ju sjell ndonjë lëndim, askush nuk mund ta largojë atë veç ti dhe thot Allahu subhanahu thuaj e kush mund t'ju mbroj ju prej Allahut nëse ai dëshiron t'ju godas e keqja, kush mund ta pengoj atë nëse ai do që t'ju mëshiroj. Surat Al-Ahzab ajeti 17 deri në takimin e radhës me udhëzimi i pejgamberit alayhis salam për mënyrën e zgjimit. Për gjumin e trajtuam, javën tjetër për zgjimin inshallah taala, Allahu ju shpërblet.